Profesor, së fundmi kanë nisur ndërtimet për të ndërtuar një kulp 58 kate poshtë digës së liçenit. Sa të sigurta janë këto ndërtime poshtë digës liçenit? Unë kam qenë berat me shumicën e javës, por mendoj të bëj një organizim në një formën e jo të një proteste, më shumë se sa të një manifestimi për të treguar edhe ndërtuesve, po edhe politikës që e keq orienton ndërtuesin. Pra nuk kam lidhje me biznese me ndërtuesin. Ata kanë qëllimin e tyre duke qenë se janë lokomotivë e një vendi dhe normal që do vendosi lokomotivë, do vendosi vagonë, do t'i jepi me punëtorë ata vagonë për të punuar, është normale punë e tyre. S'kam gjë me ata. Por e vërteta shkencore, si inxhinier gjeolog që jam, bile kam një mikrospecializim gjeolog inxhinierik, e kam një të tillë, e njoh aq sa domethënë. Dhe jam i bindur për disa gjëra që janë tipikisht të ndaluara. Për shembull, ajo që ju pyetët dhe që ndërtohet, një ndërtesë e vogël, në thonjza po që është 58 kate. Ndërtohet pikërisht në aksin e asaj që quhet rrjedhje nga poshtë, ku është kanali i liçenit të Tiranës. Dhe pra atë kanal që shpërtheu në 2002-shin, për shkak të hapjes portës së kryeministri që ishte kryebashkiak, kryeministri sot, kryebashkiak atëherë, pezulloi një ndërtim që ishte 1000 metra larg, 1000 metra, 800 metra larg nga diga, dhe ishte ispostuar rreth 50 metra nga aksi, apo 100 metra, dhe nxori gjithë banorët jashtë pallatit, që ishte pallati i Arabit që është në atë kohë, ke komunë e Parisit, Majt, kur ngjitesh Majtas. Dhe nxori gjithë banorët e pallatit për shkak se gjoja binte afër aksit. Edhe gjoja ai ishte gabimi që u qa diga. Atëherë, vetëm e kaq. Atëherë ka pas drejt në një farë mënyrë kryeministri, megjithëse ishte larg aksit. Po sot që ti ndërton 5 pallate nga 17 kate, që dihet janë ndërtuar, që ne kemi kundërshtuar që në krye të mëngjesit, që në krye të ditës e kemi kundërshtuar për shkak se lëviz disbalanca e kontaktit të urave nëntoksor, e fundit basenit, e peshës së digës, pra shiko sa faktor ka dhe, që lëvizin për këto 5 pallate, plus edhe 2 të tjera ke fusha e Diumi Dinamo, plus edhe këtë 58 kate që duan të ndërtojnë pikërisht në aksin e digës ose në aksin e rrjedhjes së liçenit, dhe për mua, nga pikpamja gjeologo-inxhinierike, për mua është krejtësisht e palejueshme, se ndryshe nuk do ishte ligji viti 1923. Ligji në vjen që në ndik nuk ndërtohet, bile në 19 ishte ligji, në 23 e përmirësuar, nuk ndërtohet as në rast lufte, sepse gjatë luftës parabotërore panë që diga që shembeshin, meni me vete lukuni me banesa me njerëz e me shkatrime, dhe vendosën neni 5 tek ligji i drejtave të njeriut, ligji ndërkombëtar i drejtave të njeriut, neni 5 pika d, që unë e kam përdorur me zotin Ylli Manjanin dhe me zotin Erion Veliej në takimin e parë për të fituar gjyqin e kullave, e këtyre 5 kullave. Dhe ne fituam një proces gjyqësor. Pastaj kur kalon një shkallë tjetër, ndrohet e komisioni digave, ne e humbum në shkallë 2, ndërkohë jemi në shkallë 3. Dhe në shkallë 3 është situata e tillë që ky do ndërtoj, le të ndërtoj, punë e tij, s'kam lidhje me njëra tek fort, nuk kam lidhje se kam frikë nga im. Po s'kam lidhje me atë më. Sepse është politika e gabuar që e çon biznesin në një udhëri të gabuar. Sepse tjetër gjë që biznesmenët shqiptar mund të ishin edhe pak më të arsyeshëm. Pavarësisht se politika e çon në një gabim teknik, shkencor, natyror, ata edhe mund mos ta bënin. Sikundur, biznesmenët gjerman nuk e bëjnë gabimin politik teknik që ja u servi politika. Edhe një herë pra, biznesmenët gjerman, angles, pra kryen ndryshimin pra. Sa do të toj politika që ndërtohet një kullë e pelit të dytë, apo ndërtohet në Bundestag, 15 kate, edhe vetë ata nuk e pranojnë, edhe kjo është ndryshimi midis biznesmenëve apo oligarkëve jashtë me këta që janë këtu brenda, që pranojnë urdhin e gabuar të politikës, që nuk e mendon një urdhër afatgjat, që do ketë jetë, nuk kanë jetë këto. Kjo është në aksin e digës, kjo lloj ndërtimi plus 5 i armë, plus 2 tek fusha e kompleksit Dinamo, plus edhe kjo që ndërtohet 58 kate,
Dhe zoti Rama, kryeministri, për mua e ka hakmarrje këtë. E ka hakmarrje ndaj ambientalistëve, ndaj nesh, e ka hakmarrje ndaj qytetarëve, e bën që të duket që vendosë diktat për gjitha. Ai kërkon të vendosën diktatin urban, ta vendosin mbi diktatin njerëzor. Pra, duke qenë diktator në marrëdhëniet urbane, këtë e bëj unë, këtë e di unë, kjo fillon nga mua, teatri andej, estrada e prishur, shkolla e parë e prishur, radio e parë e prishur, televizioni i parë i prishur, stadiumi i parë i prishur, vazhdo të para, pa fund, vila e parë e prishur, pa fund të para. Edhe ndërton si cari, historia fillon nga mua, thot ai. Prandaj dhe i ndërton këtë. Që të quhet që në kohën e Ramsesit, tamam si faraoni. Që edhe faraoni mbajt mend për veprat urbane, piramidën në kohën e faraonit dhe burit. E njëjta gjë, sepse është një smundje psikike, sindrom, është sindrom. Nuk është se me kartel pa këtë rëndësi e ka kjo për mua. Rëndësi ka që është sindrom e një diktatori që nuk pyet më as shoqata arkitekturore, as institucione shkencore, universitete, as akademi, as president, e tham president çfarë bëri, as qeverin, që ti ka gjithë djella dhe goca ato, as parlamenti, nuk pyet parlamentin, nuk pyet as besimet që kemi ne shumë të shkëlqyera që merren vesh që me tjetrin dhe mund merreshin vesh me urdhra kapital politik, nuk pyet as ato, dhe vendos si djella, si thoti, po thoti i kishte mendime pozitive, thoti nuk ka bën kur, thoti i egjiptianëve pellazi, jo egjiptianët arabë, egjiptianëve viteve 10.000, thoti, ai që mendon, ai që thot, i urti, i dituri, dielli, ai që di, dio, adio, dias me plisën kokë, dias zoti e pirit, dias. Ata nuk ka boni, po ti e njeri, ti e qenë njerëzore. Ka mundësi mos gabosh ti. Aq më tepër që ke dhe qëllime të mbrapshta për të vend, kështu që unë jam kategorikisht kundra, do dalim të organizuar, do themi që ti ndërtojë kompanisë, kemi gjë me ty, ti politik je gabim. Të paktën të rihet gjurma në historitë. Do vi një kohë, 20 vjet, 30 vjet, jam i bindur që do prishë. Si punë e Velierës. I bindur që do hidhet në erë Veliera. Unë s'jam për edhe në erë, po do prishet. Do vi një moment që ajo do dali si që ka dalë, që u përmbyt para një javë, Veliera, u përmbyt Veliera. E kupton dhe vetë. Pra, haka, gjaku, vazhdo, mendimet, energjia e të parëve nuk shkon dëmti në Durrës. Ka lënë hije ti, Durrësi 10.000 vjet, Atlantit, Durrësi ti, ka lënë hije ti, Durrësi Enkelejt, Taulant e në Atlantidasit, ka lënë hije. Tomori që gjithë këtë beratje, vinë kaq turista, vinë, i themun, nuk vini për bukurime, vini takoni eshat dhe parëve tuaj, që këtu ka fillu civilizimi, Butrin dhe Berat, ka fillu civilizim. Këtu me është leja, në Dodon, në Tomor, dhe ati është kalaj Dodon që nuk vete njëriti. Pra, për më skaluar sa ndekte, po të tempra, që bërje një vepre të tillë në aksin ku filtrohet uji i liqenit, dhe prandaj edhe po t'i vësh tre liqeni bahet me ujë të mangët, me ujrat zeza, më shumë se ujrat e bardha. Pra liqeni ka ujrat të zeza që vjen kundërmorën e erdhi, më shumë që jetë lagja e Farkës aty, ai trapi tjetër që ndërtoi atë Farkë aty, kuturut, dhe njerëzit më kuturua akoma bëhet. Të blesh pallati Peskati, vjen Peskati 3 metra larg, edhe ti nuk ke as i pamje, po ti pas që qenë keq përbanuara, kjo është e tmerrshme buja. Mos kesh një pamje estetike, të shohësh dajtin, të shohësh një horizont mali, që janë burime abstrakte më buja. Një horizont mali, apo një ujvar, apo një liqen, atë merr në farë për të parë liqenin dhe ta zë pamjen tjetër, atë çfarë shikon ti? Po çfarë vetë ti? Paske vjen po shur edhe qeni ron koliba më buja. Pra edhe njeriu më di, është e tmerrshme të jetosh biologjikisht sa një kafsh. Është e tmerrshme ti. Të ashtë të pysh e të flesh. Nuk ka gjë më të tmerrshme se qenie biologjike vetëm, se qenie biologjike janë kafshët. Që nuk shikojnë aq sa duhet për mbrojtje territorin. Se ky është njeriu, po njeriu është qenie sociale më. Ndjen dhimbje, ngrihet, proteston, manifeston, njeriu. Po njeriu është më tepër se kaq. Është qenie politike më, marri vesh ai i ri sot, edhe i vjetër, unë jam usmerr me politikë, po do merresh o trap. Sepse qofse smerresh ti do merret ai me ty me të hyn deri në xhep. Të hyn Edi Rama me vendimet e tia, të hyn ty deri në xhep. Bile vetëm ajo ka ngelur, pa hyrë në kravatin dopje. Pa hyrë në kravatin, e ajo i ka ngelur se ai të gjitha e ka ndryrë dhe i ka fituar. Zoti kur i tha atij në Mirditi,
Ojnan, tha, s'kam qatë bëjit, tha nëna. I vrau djallin e fundit, dhe. Veç palë duhe frokut, dhe Zoti, dhe. Mi po, nuk ndërruri Zoti, se ndërruri pali. Ojnan, tha, unë jam pali, dhe. Më këse jam i ngoj, tha. Do të hakën do të amaru. Pra, nuk po them dalë një shqiptar, marri hak, kundër Adi Ramës, po Zoti, që nuk merr hak Zoti, po do gjej metoda dhe veta se si t'i shbëj vendimet e Zotit Rama që është i papërmbajtshëm. I papërmbajtshëm ti. Nuk e di se si e këshillojnë. Unë kam qef të jem këshilltar i tij, kam shumë qef. Sepse duke ndihmuar kryeministin ndihmoj vendin tim. Po se çfarë ndihmojnë këta morti e këshilltarëti, që i thot merr 300 litra ujë atje në Trajgjas, s'ka ndonjë gjë aty i lë nga 2 litra fshatarëve, në mënyrë që ai fiton të drejtën e ujit. Pra ai që të quanti oligark ose Zoti Rama e quan biznesmen i madh atë, ai nuk është se merr 300 litra ujë, sepse uji është 600 litra sekond. Kur të zbresi ujë merr jetë, kur zbresi ujë 500, 400, ai do marrë 300 në. Ai që do marrë i tjerë, o fshatar, o Trajgjas. O Trajgjas i dhe 95% votave. O Kuq, që këtë darë gjithë jetën darësh me autobus gjëras. Të mori ujnë, të mori jetën, se ti ndërtove jetën pra të burim ujnë. Ndërtove jetën. 30.000 banor për 30 km ujë, për kaj 2 litra në sekund që jep bunojet e Kuq. Trajgjasi i zvori jep 600 litra në sekund, unë ndërtuan kaj banor. Edhe ai dha votën 95% pa e kërkuar e thap kryeministit pse kërkon ma marrësh ujin. Dhe ai tash ju jep këshilltari, i thot bukur këshilltari, ja jet, se s'ka këshilltar të tjerë. I thot që 300, këta 10, 20, 12 aty, kënaqen ata. Po ai ka marrë të drejtën e ujit. Mi po dihet ngroja globale. Uji është lufta që mendohet bëhet për ujit, as për naftë, as për litum, as për far. Ari ka qenë gjithë jetën e ka shqyrtuar njerëzimin. Për uji është lufta. Dhe kur vjeri ujit nga 600, 500, 400, ai do ta marrë 300 në vetë. Se ka të drejtën ai. E ka me tapije drejtën e ujit. Kjo është që ja u them atyre në Kuq. Edhe sa pampa zbritur i nati, mos më thasin me aty, se s'kan për t'i vajtur kurrë. Po zbriti i nati, thot nusja do zbresi, do vesh prapa, ashtu ka të gjithmonë. Po edhe mund vetë aty. Po her për herë jo njërë. Te Kuqotet, ke Trajgjasi jo aty. Po këte po i them, që mbrojeni në gjyq, jo sa të mori, po t'ka marrë të drejtën e ujit. E njëjta gjë. Edhe ke diga aty. Merr të drejtën e digës. Dhe ai nesër mund të thojë ty që kjo diga, ky liçeni më prish punë mua. Se ai merr drejtën e tokës. I thon një liçen apo 2000 familje aty në këtë pellg. Janë 2000 familje. Kush do jetë aty? Do jetë familja. Do thaj liçenin ai. E sigurt. Pra mund të shkoj deri këtu? Po aty është ligji natyror i uruar tash. Çka ka për kuptuar? Faj kam unë që jam inxhinier, edhe di dhe jam studiues akoma 70 vjeç, po më shef me libra, po më shef me kompjuter para, apo jo. Kam fajun që di. Po them pra që ky tash mbasi ka bërë 2000 familje në 10-12 pallate, në një gjigandër, dakor? Po ti më thoj rrugën më, ku do jetë rruga? Ke rrugën e asajte. Ushtua Farka, ushtuan 7 pallate, do shtohet edhe ky 58 katçi. Rruga nuk zeroi dot. Se të zeroi rrugën, ai do pishi pallatet që janë bërë, 5 pallate. Rruga nuk zeroi dot, pra një rrugë do jetë me 2 kalime për gjithë banorët e lagjes Fark, edhe për to 12 pallate që janë brenda kësaj që quhet vizë të digës, që janë para. Ku do jetë rrugë? Si do zerojë rruga? Po këta janë, ku të falin këta? Metra katror që të bësh një rrugë publike dhe më të gjerë, më të mirë. Fare, po ai da marrë komplet sipërfaqe ndërtimi pallat. Kështu që rruga është prapë një andej një këtej. Pa rruga do jetë bllokuar kur të vjen këto 7000 automjete shtesë që do vjen për të 12 pallate. Plus pasaj që je në dizekuilibër që bën ti ujit e liçenit, që do mbahet pak se ka pesh, po e mbajtet ploti i liçenin, ka pesh. Dhe diferenca është më e madhe. Edhe për rreziku është akoma më i madh nëse bën liçenin me ujë. Ai do ul liçenin fillimisht që të ndërtojë. Mbasi ta ndërtojë, do ta zhdukë liçenin ai. Edhe ai do thojë që banorët që banojnë këtu do të apo liçenin. Po heqë ujin e liçenit, e do heqë ujin e liçenit. Atë projekt që kishte nano apo këtë projekt. Edhe kur ishte Dirama kryetar bashkie, aty do vendi këtare digës o vllai. Aty do shikosh pastaj ti ngrohen globale taracave, pa ujë, pa pyre, pa jeshillëk Tirana dhe sepse ishte 12-15 metra katror për banor mik. Këta e quan 0,5 tash është 0,2 metra katror gjebërin për banor. Kjo është Tirana. Kështu që është e dhimbshme, nuk e di. Ne I tham, tash le të guxojnë ata.
turkoshakët, filogrekët, filoserbët, që ka Shqipëria? Spionat, patronazhistat, që janë dhe shumë. Tash le të kundërshtojnë tash. Profesorët, bëjnë në i fast. Ajo ti, monumenti ati në kishë në madhe shkollëri, fali o zotë se zgjitonë dhe zgjin që bëjnë.